Nuk gjykojnë askënd dhe asgjë. Këto janë 3 shenja të më mendje hapura të horoskopit. Të gjithë kemi dikën në jetën tonë që i drejtohemi për ndonjë këshill apo gjykim të një situate që ndjejmë se e kemi tepruar. Ato janë gjithmonë aty për të na bindur se asgjë nuk është gabim dhe rrjedhimisht na pastrojnë ndërgjegjen. Këtyre personave duket se ju drejtohemi kur kemi nevojë për këshilla jo gjykuese, veçanërisht kur ajo që duam të diskutojmë është për te kufive tonë ose mjaft aventureske. Sigurisht ata nuk do të gjykojnë, por do e konsiderojnë si një aventurë të guximshme. Sipas astrologjisë, njerëz ka të ngjartë i përkasin shenjave më mendje hapura të horoskopit, të cilat janë si më poshtë. Me një që fiton titullin e shenjës më mendje hapur nga gjithë të tjerat. Shigjetari. Shigjetarët janë të njohur për natyrën e tyre aventureske dhe dashamirës të udhëtimeve. Fal pasionit të udhëtimeve, ata njohin kultura të reja dhe njerëz të ndryshëm. Shigjetarët vazhdimisht përpiqen të zbulojnë diçka të re dhe duan biseda që zgjerojnë horizontin e tyre. Ata janë të hapur ndaj ideve jo shumë të zakonshme dhe çdo gjë e të re që shohin si një mundësi për të përfituar njohuri dhe aventura në jetën e tyre. Peshqit. Mund t'ju duket e çuditshme pasi peshqit i kemi lidhur me ndjeshmërinë dhe ëndërimin, por ata që përkasin kësaj shenje nuk duan të lëndojnë ndjenjat e askujt, prandaj nuk gjykojnë. Si një shenjë uji, ata perceptojnë emocionet e tjerëve dhe kanë ndjeshmëri të fortë. Kjo është edhe arsyeja pse ata mund të mendojnë ndryshe dhe hapur. Nëse jeni me ta, nuk duhet të keni frikë nga kritikat. Ujori. E keni marrë me mend, në krye të listës së shenjave më mendje hapura të horoskopit është padyshim ujori. Përfaqësuesit e kësaj shenje njihen edhe për inteligjencën dhe shpirtin e tyre të lirë. Qëllimi i tyre në jetë është të mësojnë vazhdimisht diçka të re, të shtyjnë kufi, të rebelohen dhe kështu të ndihmojnë veten dhe të tjerët. Ata duan çdo gjë të pazakontë dhe do të jenë të parët që do t'i thonë po një propozimi të minutës së fundit për një udhëtim. Ata pëlqejnë të jenë ndryshe dhe nuk do të befasohen lehtë nga diçka, ndaj nuk do të gjykojnë.